Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Miq të nderuar të pasqyrës shqiptare, mirëdita. Pas një pune 5 mujore të stafit ton prodhues, më në fund, pjesa e tretë e dokumentarit Mrekullisht shqiptare ju paraqit publikut ardashës të dielën e kaluar në Kineman Review këtu në Toronto. Në premier merrnin pjesë disa dhjetra bashkëdhetar shqiptaro-kanadez dashamirës të filmit dokumentar, por nuk mungonin edhe kanadez anglisht folës me lidhje familjare ose miqësore me shqiptar të rinj ose të vjetër këtu në Kanada. Mrekullisht shqiptare filloi të prodhohej në vitin 2012 si cikël dokumentar me 3 pjesë, i përqendruar në vendet më të njohura historike dhe turistike të Shqipërisë dhe Kosovës. Në 2 pjesët e para u sollën 14 vende të tilla, si për shembull Butrinti, Berati, Shkodra, Prizreni, Peja, Durrësi, Kruja apo edhe Bregu i Detit. Pjesa e tretë përqendrohej në 3 kryeqytetet shqiptare, pikërisht Prishtina, Vlora dhe Tirana. Nëpërmjet rrëfimit të Antigoni Papastafit dhe muzikës origjinale të Hyshi Kantarxhiut, dokumentari mori vlera artistike, kurse përkthimi me titra në anglisht nga Artur Lena i rrit audiencën, pasi synon edhe shikuesin e gjerë kanadez. Dokumentari do të shfaqet në vazhdim të këtij viti gjatë hapësirës së pasqyrës shqiptare, por është edhe në shitje si DVD. Përfitoj edhe një herë nga rasti të falenderoj të pranishmit në premierë, si dhe sponsorët e këtij dokumentari, emrat e të cilëve po i shfaqim në ekran. Kemi kaluar me këto pamje në 2180 Bayview këtu në Toronto. Janë fëmijët shqiptar banor të zonës Eglinton Lawrence, ose siç njihet ndryshe banorët e Marlit. Me rastin e një qeshorit, ditës së fëmijëve, drejtuesja artistike e korit zonja Ina Xoxa, në bashkëpunim me artistët Entela dhe Qazim Kallushi, organizuan një shfaqje talentesh të reja. Fëmijë të moshave të ndryshme shpalosën përpara prindërve dhe gjyshrëve të vet talentin në këngë, instrumenta, kërcim dhe aktrim. Shfaqjen e drejtonin 2 djemë të shkathët, Scott Xoxa dhe Denis Qeska. Në vazhdim do të ndiqni bisedat me organizatorët prindër të gërshëtuara me pjesë nga shfaqja. Përgëzime, urime për koncertin, ishte një realizim shumë i bukur, fëmijët edhe prindët u kënaqën, po besoj edhe ju si organizator. Nuk e di me këtë duhet ta filloj të parin për jush. Ina përgëzime. Faleminderit. Si ndjeni? Shumë e lumtur. Unë sot jam e lumtur dhe ndaj gëzimin me fëmijët dhe me prindërit. Po juve Entela? Edhe unë shumë emocionuar, në të njëjtën kohë shumë e kënaqur që ky aktivitet doli kaq mirë. Ishte një ndërmarrje e vështirë, se të merresh vetëm me fëmijë nuk është aq lehtë. Kemi 2 kam në shtëpi, edhe prap lodhem, jo me kaq shumë fëmijë në të njëjtën kohë. Por jam e kënaqur që ata u kënaqën, prindit u kënaqën shumë, ishte me të vërtetë jo një recital, por ishte një show i vërtetë. Cili ishte roli juaj sonte? Logjistika e koncertit. Logjistika e koncertit profesional dhe një koncerti si ky për fëmijë ndryshon shumë? Nuk kam përshtypjen se jo. Nuk ndryshon shumë. I duhet kohë, duhet përkushtimi, duhet profesionalizmi për ta bërë, gjitha elementet që janë nevojshme si kur punon me profesionistët, ashtu dhe kur punon me fëmijët. Gjim Kallushi na ndihmoi me sallën bashkë me Entelën, me fonin, me pjesët muzikore, me selektimin e fëmijëve në auditions, dhe janë bashkëpunëtor shumë të mirë dhe i falenderoj nga zemra. Nga vinë këta fëmijë, në cila zonë e Torontos?
Kryesisht janë fëmijët e lagjes Marlin, po dhe nga lagjet të tjera që kanë dëgjuar për këtë aktivitet. Dela ju përveç se kolege, domethënë dhe shoqe, jeni edhe komshie ose më mirë të them shqipet pasër fqinja apo jo? Po, jemi komshie, pallatet tona janë afër, ne banojmë në Marli ku ka shumë shqiptar. Edhe aty lindi dhe ideja që të mund të organizojmë këtë talent show në mënyrë që kalamajt, sepse prindrit i kanë futur kalamajt në shumë aktivitete, shqiptarët investojnë shumë për edukimin e fëmijëve të tyre në kurse private, në për sporte, kështu që pse jo të mos t'i organizojmë të gjithë bashkë dhe të mund të tregojnë talentin e tyre vërtet. Veprimtari besoj se jo vetëm që zhvillojnë të fëmijët dëshirën dhe talentin për artet, por edhe i afrojnë ata me njëri tjetrin. Fëmijët shqiptar krijojnë shoqëri shqiptare, krijohet një lloj mini komuniteti. Si e vlerësoni ju këtë detyrë anësore, por shumë e rëndësishme? Po, një nga qëllimet e mia për është që t'i afroja fëmijët shqiptar me njëri tjetrin, duke bërë provat e korit, ata bëhen më konfident si performator, por në të njëjtën kohë edhe afrohen me njëri tjetrin, ndajnë dëshirat, lodrat, kur luajnë në park, luajnë së bashku. Them se këto aktivitete i bashkojnë. Mes fëmijëve që interpretuan sot, sigurisht shumica ishin vajza, por kishte edhe disa djem. Një për tyre ishte djali juaj. Unë jam baba vetë dhe di se sa e vështirë është që ta fuzësh një djalë në rrugën e artit. Ju si arritët këtë? Base ishte edhe dëshira e tij, pak edhe dëshira e një kombinimi të dyave. Në fjalë, Amiri ishte interesuar për të rënë kitarës, pavarësisht se ne kemi edhe instrumenta të tjera në shtëpi, atyra luan violinën dhe piano. U tërhoq më shumë nga kitara, edhe unë e ndihmova po ashtu dhe bën pothuajse 5 vjet që praktikon gitarën, ka pas një vazhdimsi, një gradualitet normal. Ka luajtur, ka fituar çmimin të parë në Canadian Music League 2012, edhe vitin e kaluar dhe po përgatitet për edicionin e ardhshëm. Dhe unë uroj që do të vazhdoj. Ndihma ime nuk do t'i mungoj, por është gjithnjë up to him. Ka një orë që koncerti ka përfunduar dhe fëmijët nuk po largohen. Çfarë tregon kjo? Them gjithashtu tregon dëshirën e tyre për të qenë së bashku, për të shpenzuar më shumë kohë, edhe për t'ju kënaqur suksesit edhe arritjes së tyre. Ju si u ndjet sot, jo vetëm si bashkëorganizatore, por edhe si mama. Pash ju emocionuat në një moment. Çfarë ndodhi? Është një histori pak e ka fillesën vite përpara.
Mamaja ime më dërgoi nga Shqipëria një fotografi ku unë kisha dalë duke kënduar një këngë, isha 6 vjeç, dhe ajo më shkruante nga mbrapa që mos ta harosh atë këngën që këndoja atëherë. Edhe vajza ime e pa dhe më tha, pse mos ta këndoj dhe unë të njëjtën këngë, dhe ajo këndoi këngën e Alida Iskut, vajzat e fshatit tim. Unë e thon vërtetën gati u përlota, sepse ishte shumë më tepër emocionova se sa kur e këndova vetë kur isha e vogël. Do të shtoja edhe diçka tjetër, që pjesa tjetër e komunitetit që nuk ishte e pranishme ose më larg i vendosur nga ky organizim, duke parë këtë emision, unë shpresoj dhe uroj që të ndjen më të interesuar që pse jo vitin tjetër ose gjejnë mundësi tjetër për ta bërë, sepse është një mënyrë për të mbajtur mbi gjitha komunitetin dhe për ta përquar atë traditën tek fëmijët, kështu që unë besoj që është vërtet e nevojshme. Shëronit përshëndesën ose të falenderoni dikë me këtë rast? Unë falenderoj gjithë prindrit, e fëmijëve, fëmijët vet, dhe në mënyrë të veçantë bashkëshortin tim, Vasilaj Xoxa, për mbështetjen e tij të vazhdueshme. Falenderimi i parë i shkon fëmijëve, se bën një punë shumë kolosale, ndonjëherë me orë të gjata, ndonjëherë me stresante, në under pressure, por ata ja dolën me sukses. Mendoni se fëmijët do ta shohin bashkë me ju këtë emision? Pa dyshim, pa tjetër. Pa tjetër. Faleminderit shumë edhe suksese. Faleminderit ju. And now, what you have been waiting for this whole time, a pizza party! But before that, we have another surprise for you guys. President! Ky segment u mundsua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathborn. Sot 2 javë të shkuara të nderuar teleshikues, ishim në St. Thomas, një qytet i vogël në jug të Londonit, është rreth 2 orë me makinë nga Toronto. Ftesa na vinte nga doktori shqiptaro-kanadez zoti Lulzim Rafshi. Në bashkëpunim të ngushtë me drejtuesit e shoqatave shqiptare të St. Thomasit dhe Londonit, përkatësisht zotërinjt Ramadan Maliqi dhe Naser Berisha, Dr. Rafshi kishte organizuar një mbrëmje për grumbullim fondesh në dobi të emisionit Pasqyra Shqiptare. Dua t'u shpreh mirënjohjen tonë më të thellë për ngrohtësinë dhe mikpritjen shembullore, si dhe për suksesin e mbrëmjes. Më lejoni t'ju bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Pse ju lindi kjo dëshirë, ky mendim? Unë jam mbështetës shumë i madh i popullit tim. Edhe kurse ju që keni një punë aq të bukur këtu me këtë emisionin që bëni ju me pasqyrën shqiptare, ku faktikisht e mbani atë frymën edhe përcjellni aktivitetet e popullit tonë këtu, të komunitetit tonë në Kanada. Unë për vete mendoj që ne, secili nga ne, duhet jemi mbështetës shumë të fortë pasqyrës shqiptare, sepse shumë popull këtu as që kanë ndonjë emision në gjuhën e tyre, kështu ne duhet ndihemi shumë të lumtur për atë që bëni ju. Flasim për këta mysafirët e sotëm, nga janë? Mysafirët e sotëm do t'i kesh nga gjithë viset shqiptare, duke filluar nga Saranda poshtë, Tepelen, Tiranë, Shkodër, Prishtinë, e tjera viset e Kosovës si dhe Maqedonisë. Si jeni njohur ju me këta njerëz që vinë nga origjina të ndryshme? Përveç se kam njoft shumë nga ta në klinik ku unë edhe punoj, gjithashtu kemi kriju unë edhe një shok tjetër, kemi kriju edhe ekipën e futbollit të shqiptar, ku gjithashtu është e përbërë nga shqiptarët të gjitha viseve, edhe kemi një grup aq të bukur edhe aq të mirë që ne shkojmë shumë mirë së bashku.
edhe çdo organizim që bëjmë këtu në London i bëjmë së bashku edhe ne ndihemi, ne gjithë shqiptarët tu jemi një. Vigan, juve më thatë pak më parë jeni profesionistu, jeni shkolluar, keni bërë dhe masterin në Kanada dhe tani punoni një profesion shumë të nderuar. Si ka mundësi që gjeni kohë nga jeta juaj private të merreni me punë të komunitetit? Shife, gjithmonë në jetë ke kohë për gjitha ato gjëra që për cilat ban kohë, për cilat i prioritizon. Do me thënë, nuk është se a ke kohë, se arsyeja a ke dëshirë. Frymëzimi që e kam pas babain, i cili ishte profesor në Fakultetin e Universitetit Prishtinës, edhe kur ai erdhi në Kanada, ka qenë i sëmur, ka pas një smundje trant, edhe ajo smundje nuk e la babain me u fut në sistemin kanadez, edhe të jep mësim edhe të gjitha këto. Edhe frymëzimi ka qenë se kam dashur atë të ketë bashkim me një të moshës ti, që të ketë me kënd çajin muhabet. Edhe ky ka qenë frymëzimi, sepse unë ja kam nisë të merrem me shoqatën e Liria, edhe pse pas gjithë këtyre viteve jam me shoqatën e Liria edhe e mbaj pozitën e arkatarit aty. Si quhet babai? Ramadan Shabani. Përshëndesim edhe babain tuaj me këtë rast. Faleminderit. Më thatë që keni kriju dhe familjen tuaj këtu. Prisi një fëmijë? Presim fëmijë, po, kam shoqën këtu, Arta Berisha Shabani, edhe presim vajzën tonë për një muaj që do të lindë. Një nga këta shokët e shoqatës këtu tha, prit dhe pak tha se Vigani dhe do bëhet baba tha dhe s'kemi për ta pa më këtu. Është një shaka apo ka gjysmën brenda të vërtet? Jo, vetëm do të shifeni me ma shumë antar të familjes këtu. Shumë e bukur kjo. Suksese, faleminderit. E shikoj pasqyrën shqiptare këto 3 vjet të fundit edhe besoj se ata bëjnë punën shumë të mirë për komin shqiptar të Kanada. Edhe janë mjatë të mësuare, dinë si të bëjnë edhe dokumentare, filme, ka do njeri kemi parë, edhe reklamat janë shumë të mira. Ata punën e kanë me gjithë zemër edhe punojnë shumë punë të mirë. Edhe unë jam shumë i gëzuar që jemi takuar vjetë për piknikun ishte ere e parë time, po unë dua neve të vazhdojmë gajrë, edhe kur do kemi do një piknik teatr, ose do një futballit, duame që të vi pasqyra shqiptare të na marë ma farsit, që të na shikojnë, jo vetëm të London, po kudo dë Kanada. Faleminderit shumë. Unë ju shpreh mirënjohjen edhe një herë në emër të stafit pasqyrës shqiptare dhe ju uroj suksese në punën tuaj të nderuar si mjek, por edhe në përgjithësi në jetën, në familje. Faleminderit Ilir, unë do ta përsëris se unë jam shumë i lumtur që e kemi dikën sikur ju që bëni edhe përcjell një aktivitetet shqiptare këtu në Kanada dhe na njoftoni me të gjitha që ndodhin këtu, edhe dua ta dini që tani që unë do mundohem ta mbështet pasqyrën shqiptare, jo vetëm tani, po edhe sipas mundësive në të ardhmen patjetër. Ky segment mundsohet nga Dean Myers. Për oferta kontaktoni Besmirin, menaxheri makinave të reja, 3180 Dufferin Street, pak sa më në jug të Yorkdale. Dhe tani është radha e bllokut të njoftimeve komunitare. Le ta ndjekim. Shoqata Afat fton të gjithë dashamirësit e sportit të golfit të regjistrohen menjëherë për të marrë pjesë në turneun e golfit që mbahet në Bolton më datën 14 qershor. Fusha quhet Glen Eagle Golf Course dhe ndodhet në 15731 Regional Road në Bolton. Në çmim janë përfshirë edhe dreka dhe darka. Në ekran janë shfaqur disa numra telefoni. Në varësi të vendbanimit tuaj, merrni kontakt me njërin prej organizatorëve në qytetet respektive. Pra, më 14 qershor, duke filluar prej mesdite, turne shqiptar golfi i organizuar nga shoqata Afat. Të gjitha kanalet sportive që duhet të keni në një paketë të vetëm, Sport Plus në Alba Vision. Më shumë futboll,
Për pa haruar, në këtë paket do të keni më shumë kanale shqiptare, filma, muzikë, dokumentar, kanale për fëmijë dhe shumë më tepër. Për të abonuar me paketën Alba Vision, kontaktoni 248 519 2077 ose 718 687 15